Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, të falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, selavatet tija dërgojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Herën e kaluar fillum me fol për hadithin e 18 të 40 haditheve të Imam Neveviut, i cili hadith vije prej Abi Dharr al-Ghifariut radhiyallahu anhu, që tha se ka thënë pejgamberi alayhis salam, ittaqillaha haythuma kunt, ke frikë Allahun kudo që të jesh, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata muhha, edhe të keqen ndjekje me një të mirë, wa khaliqin, se ajo e mira që ndjek ta fshin të keqen, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, edhe sillu mirë me njerëzit. I tham disa fjalë në herën e kaluar prej për Abi Dharr al-Ghifariun, këtë sahabi, veç një përmendje edhe kyçmi në hadith. Një transmetim që e ka Ibn Abi Shayba në musanefin e tij, që vjen një fjalë të Abi Dharrit, i cili thotë: "Wallahi law ta'lamuna ma a'lam man basattum ila nisaikum." Sahabi që njeh ke fort çështjen e dinit fesë, edhe ishte shumë i bindur në ahiretin që na pret neve. Thuaj ke pasha Zotin, sikur të dinit ju, i thuaj ke shokëve që erdhen pas, tabiinëve dhe atyre. Thuaj ke që vallahi sikur të dinit ju çka di on, nuk do të kishit pas mundësi as me nejt mushtri me bashkëshortët të tuaja, wala edhe juve çkaç, wala taqara'tum ala furushikum, pas në shtat kishim mujt me ushtrin, thot vallahi, thot unë kishna pas qef, më pas kon zgjedhje, ditën kur më ka kriju Allah azza wa jall, kum pas qef, që Allahu kishna pas qef, Allahu më kriju si një pemë, e cila qet frute, e pastaj zhduket çështja e asaj dhe hajnë pe qasoj pemë, ma qef kishna pas se sa që jam unë njeri. Kështu pra e kuptante jo nuk e në atë kuptimin se nuk e vlerëson të shumë jetën e dunjos Abi Dharr al-Ghifariu, ky sahabi, dhe e vlerëson të shumë ahiretin, dhe një herët kishte frikë Allahun, megjithatë që ishte shok i pejgamberit, e ata ishin të përgëzuar me xhennet, disa direkt, disa indirekt ishin të përgëzuar me xhennet, prap ai kishte frikë aq të madhe sa që të me pas kon pemë dhe që qet fruta dhe hajnë, e di kur i zhduka e pemë, për mu kishte më qenë më e mirë. Pastaj për kyçemi në hadithi, kur thot ki e frikë Allahun, fillimisht hadithi na mëson neve, na jep edukat që ti friksohemi Allahut azza wa jall. Në çfarë do gjendje që na të jemi, ti friksohemi Allahut, ti kem frikë, ti tutemi Zotit të Madhërisëm, hadithi na mëson kështu, edhe gjithashtu konkluza, rrumbullaksimi i hadithit na mëson neve me pas sjellje të mirë, me qenë njerëz të moralshëm dhe sjellje të mirë, me pas sjellje të mirë, me kando që neve na rrethon. Pastaj me pas sjellje të mirë edhe fillimisht me Allahun, pastaj dietarët, shok të pejgamberit dhe ata që vinë mrapa dhe me rrethin që të rrethon, me pas sjellje të mirë. Kjo është e përgjithshmja e hadithit. Pastaj vazhdon prapë mushme me shkëlqit pak fjalë për fjalë hadithin, kur tha pejgamberi në këtë hadith sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, ke frikë Allahun. Kjo me pas frikë Allahun do të thotë me ju frigu Allahut, taqwa ja me konjë taqwa që do nëna, është me ju frigu Allahut, edhe me konjë ditur se Allahut të përcjell vazhdimisht, edhe mu përpiq me bo mes teje dhe dënimit të Allahut një pengesë. Kjo është takvallëk. A më të vesh? Pra me ju friksu Allahut azza wa jall, me pas gjithherë në mendjen dhe zemrën tonde se Allahu është ka të përcjell. Edhe një vazhdimisht me bo vepra që janë pengesë mes teje dhe dënimit të Allahut. Kjo është takvallëk. Nëse don me ditë se dikush thot është jam takva, është njeri i devotshëm, atëherë do të sillet ky lloj definicioni për atë person.
pra ti tutet Zotit, s'mundemi me I thonë një njeriu që është njeri takva, është njeri I devotshëm, nëse ai si tutet Zotit. S'mundemi me thonë që ai është I devotshëm nëse se ka ndert hiç pse Allahu është ka e përcjell. Çdo fjalë, vepër dhe gjendjet e tij ai e përcjell. S'mundemi me thonë që është I devotshëm dhe s'mundemi me I thonë që është I devotshëm nëse ai zban vepra që janë pengesë mes tij dhe dënimit të Allahut. Për shembull, pengesë është, nëse fol namazin, është pengesë mes teje dhe dënimit të Zotit. Nëse ti agjeron, është pengesë mes teje, bëhet pengesë agjerimi yt, mes teje dhe dënimit. Por nëse njëri s'ban këtu ose dhe vazhdoj aty në ngjashme me këto, s'ban vepra të mira hiç, të cilat vepra janë pengesë dhe Allah si tutet, dhe se ka që Allah e përcjell, atë njeriu I tillë nuk është I devotshëm. Dhe me fjalë pak më përmbledhëse është se për me thonë njeriu është I devotshëm, njeriu I cili largohet prej ndalesave të Allahut dhe I kryen obligimet e Allahut, edhe më të shkurt si lloj definicioni, ai që I kryen, ai që largohet prej ndalesave të Allahut dhe I kryen obligimet e Allahut, vajibatet, atëherë personi I tillë ka takvallëk, ka devotshmëri. Për këtë edhe tha pejgamberi alayhis salam, tut një Zotit, ke frikë Allahun. Nëse nxjerrim me këtë definicionin ose këtë shkurtimin e fjalëve dy që e përmenda, I bën që pejgamberi po thot, kry obligimet e Zotit që ti ka dhënë krejt dhe largohu prej ndalesave që të kanë ndaluar krejt. Kështu na tha pejgamberi sa, bile kjo puna takvallëkut, puna takvallëkut nëse njonit prej juve, diko ju për juve, nëse ti I thu dikujt, ma mirë me thonë qështu, nëse ti I thu dikujt, të t'ju Zotit, mosh ka I ka banë, mëse kjo është haram, ai I vjeni noti pse I the, pse shka po ta qaj mollin nëne, unë I tut ma Zotit, nëse që ai undez, kur ti the të t'ju Zotit, vërtet kjo është shenjë I hiqe mirë e ti, është shenjë fort e keqe, sikur që e përmeni Allahu në Kur'an tha, wa idha qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izza, kur I thuhet një lloj njerëzve të t'ju Zotit, ato e merr kënaria, kujt po I thuti, thot akhadhathu al-izzatu bil ithm, me gjunohin e tij ai këmbgullet edhe shtrëngohet me ndjemad, fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad, thot vendi I tij do të jetë xhehenami. Sa vendi keq është ai. Pra nëse njëri thot të t'ju Zotit, ti ja nis rënqethës vjeni noti skuqesh pse të tha të t'ju Zotit, ke frikë Allahun, sikur që sigurisht ndoshta në ditët e sotme edhe ju ka rastis, mo të t'ju Zotit, ai do thotë pse shka po ta shemoj, mund I tut na Zotit. I vjen I noti pse I tha të t'ju Zotit, Allah shpëlift. Ke frikë, kur I thu ke frikë Allahun, atij I vjen I noti. Ndërsa kjo haythu ma kunt, kur tha pejgamberi, ittaqillaha haythu ma kunt, kudo që të jesh. Kjo pjesë e hadithit neve na mëson, ke frikë Allahun kudo që të jesh. Po keve në shtëpi, edhe në shtëpi të t'ju Zotit, në rrugë të t'ju Zotit, me shoqëri të t'ju Zotit, me familjen tënde të t'ju Zotit, vetë, e pa dritë, s'pa dritë, terë, dritë, ketë ato, ke frikë Allahun Azza wa Jall, kjo kuptohet për I kësaj pjesës së hadithit, nuk do të veçohet gjendja prej gjendjes, na të frikohemi Allahut Azza wa Jall, kur jemi në publik, ndërsa mos të frikohemi Allahut kur jemi të vetëm ose edhe e kundërta. Nuk ban. Ne frikohemi Allahut kur jemi me një shoqëri të mirë, e mos të frikohemi Allahut kur jemi me një shoqëri të keqe, krejt këtu hin kërcënim. Për krejt që tu foli pejgamberi alayhis kur tha, haythu ma kunt, kudo që të jesh dhe në çfarë do gjendje që të jesh. Edhe ke frikë Allahun, ndash keve I hidhëruar, ndash keve I kënaqur, ndash I mërzitur, do të kesh frikë Allahun. Jo, për shembull sikur janë një kategori njerëzish, të cilët kur janë të qetë, është mashallah tutë të Zotit. Kur është që pak a nervozu, ose është që pak dikush ja ka bën një ose ka orë një musibet, një sprov, një diçka, ja nis ai nuk I tutet Allahut. Allahu të shtumbo mu pa drejtësi, edhe ja nis edhe akuzon Allahun Azza wa Jall për ato çka ati I ndodhi. Kjo hin në këtë hadith, ndërsa tha pejgamberi vazhdoi hadithi, wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata muhaha. Edhe nëse të rastis ty, e që çdo biri të Ademit kjo I rastis.
Nëse të rastis me bo një gjuna, atëherë rregoti vetës tonde. Mas gjënohet që ty të rastisi, shejtoni të ndihmoj për me ron qatë gjuna, qatë mëkat, atëherë ti pasaje me një të mirë. Pasaje me një të mirë, pasaje me një namaz nafile, pasaje me një sadaka vullnetare, ose në i fjallë të mirë, ose në i këshill dikujna të mirë, krejt që ka quhet hasene e mirë, atëherë pasaje me diçka veprën tonë të keqe. Kjo, për shkak se këtu të e mira pasaj ta fshinë atë të keqen. Kjo kur është puna që ta fshin të përmendë dhe Allah azza wa jall, kur tha inal hasanati yudhibna sayiat. Të mirat çka i bani i au fshin juve të këqijat tuaja. Të mirat që i bani i au fshin të këqijat tuaja. Ndërsa kjo puna që kjo hadithë na ban me shenjë që nëse të rastis me bo një mëkat, një gjuna, atëherë ti do shpejt edhe të pendohesh. Edhe vetë pendimi është e mirë tani. Edhe ti do të pendohesh, edhe pendimi si pendim ti fshin, nëse pendohesh prej më të mëdhajave, prej kufrit, pendimi ta fal kufrin. Kufri do dalë për dinit, kur thot një fjalë ose vepër që nxjerr për dinit. Nëse pendohesh sinqerisht, edhe për kufrit të falet, prej shirku të falet, gjëna të mëdhaja të falen, për të vogla s'diskutohet. Domethënë, nëse ti pendohesh sinqerisht, këtu hin çdo mëkat të falet, nëse pendohesh sinqerisht për mëkatin çka e ke bën. Kjo, ndërsa nëse është mëkati, nëse është njëri për shembull e ban një gjuna, por nuk pendohet, edhe e ndjek me një të mirë, por s'është pendu, atëherë që kjo t'i fshin mëkatet e vogla, disa dietarë kështu kanë trajtu, kanë thonë t'i fshin mëkatet e vogla, duke mbështet në ajetin që do ta citojmë, thotë i fshin mëkatet e vogla, të fshihen nëse je duke u largu prej mëkateve të mëdha. Apo? Nëse je duke u largu prej mëkateve të mëdha, atë të voglat të fshihen edhe pa u pendu hiç, sikur që tha Allahu azza wa jall in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jutet Allahu, nëse largoheni prej gjunohave të mëdha, nëse largoheni prej gjunohave të mëdha, ato që ka jeni të ndaluar, na ja u falmi ato të voglat. Na ja u falmi të voglat dhe ju shtina me një vend të ndershëm, pra në xhenet me një vend të mirë të ndershëm. Nga që kjo ajet e kanë kuptuar disa dietarë, nëse dush më të fal mëkatet e vogla, që kena ndonë mëkatet të vogla dhe të mëdha, ato të voglat nëse dush më të fal, sikur që pejgamberi alayhi as-salatu wassalam e përmendi, kur tha namazit dhe namaz xhumaja dhe xhumar dhe deri në fund të falen ato në mes tyre, qitut me të falen nëse ti je duke u largu prej mëkateve të mëdha. A nëse je hanes duke vazhdu mëkatet të mëdha, atëherë problemi është më të fal edhe të voglat. Ndërsa fundi hadithi, po do më shkurtu me përfundu me hadithin e 18, fundi hadithi tha wa khaliqin nase bi khuluqin hasanin, tha pejgamberi alayhis salam, sillu mirë me njerëzit. Kjo sillu mirë me njerëzit ka e përgjithshme që u përmend edhe më lart. Tje i moralshëm, i sjellshëm me njerëzit, qoftë në shoqëri, qoftë në vetmi, qoftë me një grup të vogël, me një grup më të madh, në mënyrë të përgjithshme. Por sjellja e mirë këtu pejgamberi e vlerësoi shumë. Dhe po e përmendin një apo dy hadithe të tjera apo tri, se sa e ka vlerësuar pejgamberi alayhi as-salatu sjelljen e mirë, sjelljen e mirë. Kur tha pejgamberi një hadith që sjellë Abu Davud dhe ka saktuar Sheikhul Albani, kur tha thotë ma min shay'in athqalu fil mizan min husni li khuluq. Tha nuk ka ndaj vepër që më shumë që peshon më shumë në peshorën ditën e gjykimit, se ditën e gjykimit kur dalëm, vjen peshorja, dal peshorja edhe të matën veprat e tua. Më shumë ti që një vepër tha pejgamberi që ka peshë të madhe, është sjellja e mirë. Po e vreni sa e vlerësojnë hadith tjetër. Hadith tjetër tha pejgamberi akmulul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Tha ai njeriu më të plotin që e ka imanin është personi që është më i përsosur në sjellje të mirë dhe moral të mirë. Ta ka sjellë në Abi Shejbe dhe të tjerë dhe Sheikhul Albani e ka bërë të vërtet. Pastaj në një vend tjetër tha pejgamberi kur u pyet, oj dërguari i Zotit. Oj dërguari i Zotit, cila është vepra që mas shumë ti ishti njerëzit në xhenet? A di çka tha? Cila është vepra me çka mas shumë ti njerëzit hin në xhenet? Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha
taqwallahi wa husnul khuluq, është me I pas frikë Allahun edhe me kon njëri I sjellshëm. Që to janë mas shumti që të shtin xhenet. E I than, o I dërguar I Zotit, po cilat mas shumti të shtin në xhenem? Tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, al-fam wal farj. Tha mas shumti që të shtin në xhenem është goja jote dhe organi jot. Kështu tha pejgamberi dhe këtë hadith e ka sjellë Imam Tirmidhiu dhe ka saktuar Shekul Albani. Ndërsa këto ishin disa fjalë që u përpiqa me I përmbledh rreth hadithit të 18 të 40 haditheve të Imam Neveviut, na me lejen e Zotit, herën e ardhshme nëse Zoti na ka jap ymer, e vazhdojnë hadithin në 19. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.